Për shembull, zoti Regja në këtë rast ka qenë shpesh këtu edhe unë e kom inkuraju domethënë për guximin e tij qytetar që mu ballafaqu. Kjo është krejtësisht në rregull domethënë, jemi pa problemi është që kryeministrin detyr, përkatësisht kryetari i lëvizjeve vendosë Albin Kurti është një njeri, një lider politik i cili nuk do bashkëpunim. Dhe nuk ka bashkëpunu në jetën e tij me njeri gjallë. Me njeri gjallë. Ka është një tip... Ka bashkëpunu ma do që Ka bashkëpunu ma do që s'ka bashkëpunu. Do shtë ato bashkëpunime ka qenë më shkurta. Po, okej, ndjes. Falë se pëm të hyni, tash unë... Vetëm mos u shoh pe studios, lutem. Jo, pati, E ka prish Vlanin, e ka prish koalicionin me LDK-n, e ka prish marrëdhënien me triumviratin e ashtu quajtur Vjosa Albin Glauk. E ka prish mundësin, çdo mundësi për koalicion që unë kushtim për ta qoj ty një video, kur Albin Kurti në fushat, thot, o për bes nuk funksionon, se kemi provu në zetën, s'ka ec, hish nuk LDK-s, hish nuk saj, na dohet vetë. Albin Kurti don me dominu, me i nënshtru të tjerë, nuk don bashkëpunim. Kote kanë poshtnimin, nëse pranon Lumir Abdigjiku poshtnimin o punë e ti, së është punë e jamja. Po, zoti Abdigjiku në letrën e ti, këthes, është e vërtet që tash mënyra e shkrimit dikujna na pëlqen, dikujna as mu s'm pëlqen, që ka shkru, me thonë drejtë. Sa është shumë veç akuz, po nuk dëshmon, shumë për pas që ati momentit ku dëshmon qytetarëve që Albin Kurti nuk do bashkëpunim, po nënshtrim. Dhe ju e dini këtë punë shumë mirë. Keni dashur me nënshtru Fatmir Limen, nuk ka pranu mu nënshtru, sepse ka lyp shumë, dhe ju e keni thonë këto që ka lyp postin e kryetarit kuvendit, apo jo? Po si të nënshtrohet ai nëse pas ka kërku shumë? Jo, problemi është që u dashur Albin Kurti me shku në London City, e me i kallëzu kosovarëve që ky ka lyp shumë. Të lyp e ta merë kërejt me mujtë. Që gara politike në demokraci është, përpos që është procedurë dhe numra, është pak edhe... Nuk ta ndërpres, vazhdoj. Vesh një gjo. Për shembull, sikur LDK-ja t'ishte ullë në tavolinën e bisedime për koalicion të mundshëm. Ata kishte kërku postin e kryeministit. Çka kishte thonë? Ti vazhdoj tash ti ku e mbev, ku vë. Sikur ta kishte lyp edhe postin e kryeministit. Legjitime. Demokracion legjitime. Legjitime është. Po çto problemi? Çto problemi Demokraci nuk e kemi zbuluar na, zoti Regja, demokracinë peja grove të Greqisë antike e ka marrë perëndimi, na kemi marrë modelin demokratik gatshëm. Mos thome kemi marrë, se kemi pas qep, ose kemi marrë këtë, ma shumë na i kanë tumë. Unë e ti po dalim me një gardë, qytetarë po vendosin që unë ta udhëheq këtë vend. Në diktaturë qytetari vendos që shpo mendon ti. Në demokraci vendosin numra, zoti Regja. Si Abdigjiku je të thonë edhe ti. Nuk e vendos qytetari që udhëheq Kosovën. Nëse po thomë si Abdigjiki ai kogjoj mërim koka. Apo? Po ka zoti. Në rregull, veç diçka. Po qërimi qertë modest. Pra qytetari pra nuk e vendos, mirë po e vendosin numrat, apo? Po në diktaturë ty t'jap këtë fuqinë qytetari. Në demokraci ty t'jap fuqi aq sot ti me bashkëverisht me tjerë zoti. Jena të fol për dy koncepte. Ajo çka unë edhe Arieta jemi sot këtu është mbi bazën e një farvullneti politik që është bërë në zgjedhje. Po zoti Regja. Ku Albin Kurti i ka marrë. Kush vetë lëvizjes nuk ja ka mohus. Këtë gjithë i kanë pranuar zgjedhjet. Madje edhe studiot, edhe opozita, më falni. Edhe shoqëria civile, këtë kanë po, ju jeni fituesi. Dhe ato s'mundet kush me thonë ti s'ke. Por në demokraci ka fitues të zgjedhjeve absolut, që është njëherë ka ndodhur në Kosovë pas luftës. Domthonjë me 51% që ka fitu lëvizjave të vendosje, edhe që ka përzi kërkur pushtet. Herë e dytë, është fituese relativ. I thonë demokraci fituese relativ duhet me gjetë partner. Ç'është me gjetë partner, zoti Regja? 3 vendimet e gjykatës kushtetuese për shkak se mu ka dashur me lezu, ka herë janë të mundimshme, sepse as ata zinë me shkru. Është e vërtet. Nuk din shqip mirë me shkru. Po nejse, kjo tjetër çështje. Jo, bashkë ashtu. 3 vendimet e gjykatës kushtetuese thuhet decisivisht.
shumica parlamentare detyrohet në bashkëpunim në mirëbesim me kriju institucionet e Republikës. Domthon ju jeni përgjegjës me gjithë partnerët